Fakulteti i Turizmit pranë Universitetit Luiç Grakuçi në Shkodër ka nisur konsultimet me bizneset që ushtrojnë aktivitet në fushën e turizmit për përgatitjen e një kurrikule për diplom profesionale në turizëm dhe mikpritje. Bazuar në kërkesat e bizneseve turistike, synohet që kjo kurrikul të jetë sa më përshtatshme në nevojat e tregut. Kjo i paraprin aplikimit në Ministrinë e Arsimit që pranë këtij universiteti të hapet një deg 2 vjeçare për përgatitjen e studentëve që do të punojnë në këtë sektor. Diploma profesionale konsiston në një kohëzgjatje 2 vjeçare që i lejon të diplomuarve me kalu në tregun e punës, me u punësu në mënyrë më të shpejtë se sa diplomat, le të themi, të nivelit bachelor apo edhe më tej. Për ato që kërkojnë dalje më njëherë në tregun e punës mas 2 vjetëve, janë në fokusin tonë nxënësit e shkollave të mesme, të gjitha shkollave të mesme të qytetit dhe të gjithë veriut të Shqipërisë, ashtu si që edhe me fokus në nxënësit e shkollave profesionale, janë ato të cilët do të jenë targeti ynë dhe me të cilët ne do të marrim takime, do të shpjegojmë, por deri tashti ne kemi kuptuar që ka një nevojë, ka një kërkesë. Ndërsa koordinatori për kurrikulën Arjan Gjura theksoi se konsultimet me bizneset e turizmit do të bëjnë që përgatitja 2 vjeçare e studentëve të përgjigjet më shpejt dhe më mirë nevojave që ka ky sektor për personel me një larmi shërbimesh. Synimi është që kjo deg të hapet vitin e ardhshëm. Ne faktikisht po punojmë që synojmë ta hapim vitin që vjen. Është një sfidë, e kuptojmë që është një sfidë, por po vazhdojmë me përpjekje dhe besoj që do t'ja arrijmë. Po, ne kemi vure që kërkesat janë më tepër në nivele operacionale, në nivele të punëve të përditshme, edhe të një kuptimit përgjithshëm të roleve të ndryshme, sepse këto personat që do të diplomohen, këto do të jenë menaxher operacional që kanë punë të përditshme me biznesin. Domethënë do të kenë njohuri nga marketingu, financa, komunikimi me klientin, etj, gjëra të përditshme që ka nevojë biznesi. Kjo është një ndihmë e madhe që Universiteti i jep zhvillimit të turizmit, tha operatori turistik John Dugilaj. Do dim vetëm një gjë që është për të theksuar që Shqipëria sot nxjerr 20.000 rroga jashtë çdo muaj. Pra vetëm po të llogarisim një gjë të tillë, po të mesin 20.000 rroga në Shqipëri, që këta janë kryesisht janë punëtorë aziatik që një të marrë rrogën direkt e çojnë drejtimin siç i kena bëna dikur në vitet 90 disa. Pra që është kushti domosdoshëm bashkëpunimi midis nesh dhe universitetit. Fakulteti i Turizmit do zhvillojë një cikël konsultash me biznese turistike në rajonin e Shkodrës dhe Mëxhër, me qëllim që përgatitja 2 vjeçare e studentëve të i shërbejë sa më mirë aftësimit të tyre për të punuar si profesionist me standardet e larta në këtë sektor.